Social Top 5. Rikthimi sërish në program me siglën e Social Top 5, rubrikën tuaj kaq shumë të dashur e cila vjen çdo të premte tek ju në Live from Tirana dhe Top Albania Radio dhe në të gjitha platformat sociale, një rubrikë që rendit bursat e Instagramit, kush nga vipsa tan ka fituar e ka humbur më shumë djegës. Gjithashtu me ne në studio ndodhet Pamela Shqezi, e cila kishte bërë disa mungesa në programin ton. Si jeti? Shumë mirë, faleminderit. Gëzuar Kurban Bajramin një herë dhe paç të mira për të familjen tënde. Faleminderit shumë, inshallah sa më mirë. Un kam bërë mungesa sepse jo vetëm në radio, edhe në televizion pak, kam pas kështu si tip pushimi. Sepse kam qenë duke u marrë me ca gjërat e mia dhe plus do rikthehemi shumë shpejt. Dgjoj, do e bëjmë bashkë Social Top 5 sot, unë do të rendis pozicionet dhe bashkë analizojmë që pse janë në këtë gjendje të mirueshme. Para shtes kjo, sepse nuk janë mirë, nuk janë gjë kundi. Atëherë në Social Top 5 për këtë javë, në vendin e 5 renditet Gerta Gixhari, ish banore e Big Brother VIP, aktualisht moderatore në Goca dhe Gra, ishte një javë më parë në 121.000 ndjekës dhe tani numëron 120. Pra Gerta Gixhari ka humbur 1.000 ndjekës. Vjen me humbje. Gerta ka humbur plot 1.000 ndjekës brenda 7 ditëve dhe pse është prezente në media. Si e shpjegon? Me të drejtën, unë personalisht nuk e kam ndjekur në rrjetet sociale Gertën, por pse mund të ketë rënë, varet edhe mënyra se si këto e përballojnë famën pas Bigut. Pra, ne jemi mësuar të shohim aty 24 orë lifestyle-in e tyre, por çfarë na japin ato mbas post Bigut, ndoshta nuk është shumë interesante për njerëzit. Sidomos Gerta e ka pak të vështirë të krijojë kontent, se duket që nuk është as goca seksi Instagrami që është beqare, por nga ana tjetër edhe familja nuk e ekspozon. Po, përveç asaj, Gerta ka një mungesë empatie si njeri, që e pam dhe në Big, edhe nëse ty të mungon empatia, ti nuk mund të krijosh një lidhje me një komunitet aq të gjerë sa gjithë Shqipëria dhe gjithë Instagrami. Ajo do më thënë ishte lojtare fort për sa i përket Bigut, po ka është nga ato njerëzit që ka një mur, e ke parasysh, dhe nuk sikur nuk depërton direkt, ka pak. E kuptoj. Shumë këtë pjesë. Mirë, shkojmë tek vendi 4, në vendin e 4 për këtë javë renditet Loredana Brati, është banor Big Brother VIP Albania 4, gjithashtu moderatore e sezonit aktual në Goca dhe Gra, një javë më para numëron të 161.000 ndjekës dhe aktualisht është në shifrat 162.000. Loredana ka fituar vetëm 1.000 ndjekës, pavarësisht të aludimeve për Jozin, pavarësisht që kishte bërë divorcin me këtë burrin në Itali, pavarësisht që është moderatore. Prap, vetëm 1.000 ka fituar. Besoj që Po jo, po besoj që në total Loredana ka dalë shumë e fituar nga Bigu. Kështu që 1.000, 2.000 s'është bën diferencë. Ajo gjithsesi nga një njerëz që nuk e njihte askush në Shqipëri, praktikisht është ngritur në nivele shumë të larta, kështu që besoj është okay dhe duhet të jetë shumë mirënjohës edhe për ato ndjekës që ka edhe për gjithë dashurinë që ka marrë nga publiku. Shumë mirë, shkojmë tek vendi i tretë. Në vendin e tretë renditet artistja dhe finalistja Big Brother VIP Albania 2 Rozana Radi. Një javë më parë ajo ishte në shifrat 472.000 ndjekës dhe tani numëron 473.000. Edhe Rozana mbetet në shifrat e fitimit, pra vetëm 1.000 ndjekës. Apo nuk ka më çfarë të fitojë se 473.000 ndjekës si shumë duken mi, Pamela? Po, shumë janë, por Rozi. Ja, janë të gjithë shqiptarë thua? Nuk e dia janë të gjithë shqiptar, por vërtet është në fakt që Rozin e njohin gjithë shqiptarët edhe jemi rritur si më thënë me muzikën e saj, kështu që unë mendoj që edhe Inva Mulën e njohin të gjithë shqiptarët, po. E njohin, po. Sandegës ka Inva. Po është profil tjetër, kur je profil më larg dallaverëve. Inva Mula ka vetëm 14k. Kush? Inva Mula. Po nuk shikoj. Sociali dhe arritjet në jetë nuk janë e njëjta gjë. Ti mund të jesh shumë i arritur në jetë, edhe social media për ty s'vlen fare. Kaq, kështu që nuk se jemi te këto shifrat i ke parca, moderator vërdall. Po. VIP-a. Nga një 700.000. 700.000 janë okay. 2 milion. 1 milion. Në Shqipëri. Sa njerëz kanë ngelur në këtë vend, Pamela? Pa ndjekur. Si 700.000 shqiptar kemi ngelur dhe shumica prej këtyre s'kan Instagram. Është ndoshta edhe kjo mania që kur të interaktoj me njerëz nga jashtë, jo me shqiptarët,
ku diun, Po arab. pyetja është pastaj nëse kanë 2 milion ndjekës pse i kanë like-ët të kadër së fshehura. Po pra, sepse ideja është që ndoshta duan të kenë atë që jam shumë famous, jam shumë e famshëm, shumë e njohur, po kjo nuk vlen vetëm për shqiptarët, se shqiptarët aq jemi ne, njihemi, një TikTok edhe të njeh gjithë Shqipëria, nuk është problem të njihesh në Shqipëri më. Por që unë mendoj që kjo tendenca për të dukur sa më shumë e famshme është për popullatën jashtë. Okej. Interesante. Shkojmë tek vendi i dytë. E ke iden kush e mban vendin e dytë këtë javë? Egli? Egli Tako. Në vendin e dytë për këtë javë ndodhet Egli Tako. Këngëtarja dhe ish finaliste e Big Brother VIP Albania 4 ishte në shifra 364.000 ndjekës një javë më parë dhe sot në këtë të premte të datës 6 qershor numëron 365.000. Egli ka fituar po ashtu vetëm 1.000 ndjekës. Po mendoj. Egli më duken pak, e di pse më duken pak sepse ka publikuar këngën jetë, ka publikuar këngën me 2 këngë me Fifin, ka bërë Reels, ka bërë TikTok, gjesti nga ana tjetër, shumë pak janë 1.000 ndjekës. Po. Dha intervistë. Po, por aq është, domethënë unë mendoj që vrulli më i madh i followersve dhe ndjekësve është javën e parë pas dalin ose në momentin që janë brenda. Nuk e di çfarë ndodh, po është aq e vështirë sa ti ta mbash atë magjin që të jep Bigu, sepse Bigu është sikur të vesh me atë magjin, edhe pastaj thjesht të zhvesh, edhe ti del përballë publikut dhe publiku në një farë formë nuk të sheh njësoj. Edhe duhet të jesh shumë i talentuar ose shumë lart nga ana komunikimit që ti të mbash këto njerëz të interesuar. Është bërë shumë problem të mbash njerëzit të interesuar, sepse fillojmë nga TikToku, nga rrjetet sociale, të cilët po bëhen famshëm dhe kanë njerëz shumë të normal që s'kan lidhje me median fare, që kanë më shumë influencë, kanë më shumë famë, kështu që këtë ndjekim më përpara, e kupton? Nuk di këtë ndjekër sepse ka shumë opsione dhe thjesht pak a shumë janë bërë gjithë i njëjti nivel. Por që magjia e Bigut do shfrytzuar për aq kohë sa është aty, pastaj se si shkon. Po pra, un kam përshtypjen që shumica e banorëve që dalin për aty nuk din të krijojnë content. Domethënë ti për shembull ke qenë një nga ato banorë që ti e rritur jashtëmase shumë, vazhdimisht mbas Bigut. Pavarësisht që tani përtoj, por atë periudhë kam shfrytzuar showbiz ndërkombëtar, Hollywoodi funksionon me gjëra të sajuara, skenare dhe nuk ka lënë rastësisë. Ma kupton? Po. Unë do vdisja për shembull të shifja në një drek Eglin, Xhenetën dhe Gjestin. Do vdisja të shija një collaboration muzikore me Zgjesi dhe Jozit. Imagjinon pak që kjo këngë do merrte më shumë klikime se sa kënga që ke sikur çokoladë e nxehtë, më kupton pse drejt që nuk i bëjnë këto gjëra. Pse Valbona, Laerti dhe mamaja e Laertit nuk bën një serial komedi, siç bëri Elvana me Romeo. Domethënë tjetër, më përmend diçka tjetër. Po ç'a ndodhi? Dhe ja, Lori me Jozin asgjë, as foto, as kunja. Kjo Rozana Radi mund të kishte marrë Gerta Gixharin si imazh tek rrobat e saj që po shet në Instagram, tek linja e saj e re. Më kupton pse nuk i bëjnë këto gjëra. Reci me inate. O vlla, showbiz është biznes, pse drejt që nuk e kuptojnë këtë? Yes, nuk e kuptojnë, është vërtet, bajnë akoma ato. Dëshiron të dish kush e mban vendin e parë për këtë javë? Gjesti. Kingi e mban vendin e parë për këtë javë në social top 5, megjithse mua më kanë ardhur disa mesazhe në Instagram që Gjesti gjatë kësaj jave ka bler followersa. Nuk e di, është një çështje që po hetohet nga organet kompetente. Okej. Dhe Gjesti ishte një javë më parë në shifrat 607.000 ndjekës, ndërsa sot në këtë të premte numëron 610.000. Gjesti ka fituar 3.000 ndjekës, por duhet theksuar Pamela që për 3 javë me radhë, 3 javët e fundit Gjesti ka pasur rënje të frikshme. Dhe mund të jetë një lëvizje nga menaxherët e Gjestit për shkak se kjo është një rubrikë që do nxjerr zbuluar dhe fituesi Big Brother, këngët e gjitha me radhë kishte rënje. Mund të jetë ndonjë lëvizje kështu e vogël për t'i përmirësuar pak. Po, mund të jetë, por edhe mund të ketë fituar nëse ka qenë aktiv. Gjestit, nuk e di çan këto. Shikoj, unë nuk e kam malin e numrave.
personalisht. Edhe në momentin që ti je xha i njohur, po bën atë që do, po bën koncert, po bën muzikë, çfarë rëndësie ka 200, 300, 600. Do të thënë, nuk është një edhe pse sot mund të jetë një përcaktues, po gjestje tregoj që është një person i suksesshëm në 2 formate televizive. Domethënë, dhe nëse blen followers, për mua është lëvizje ulët nga ana vet. Pse ta bëj? Pse do të blej ai followers? Kur ai dashurinë e merr shumë në mas, edhe nëse do ketë njerëz që do e bëjnë unfollow, le ta bëjnë. Çfarë problemi ka? Domethënë, çai prish pse është kjo mania që un kam shumë followers dhe mua më ndjekin shumë veta dhe un jam. Jo, ka edhe njerëz që turren, ka edhe njerëz që kanë hate, ka edhe njerëz që të bëjnë report, ka edhe njerëz që të heqin fare. Por kjo është fama në fund ditës. Pse duhet pretendosh që ti gjithkohës je në rritje dhe gjithkohës po të rriten followersat, nuk ndodh ajo gjë. Sepse dikush bezdiset nga ty, dikush nuk i pëlqen kënga jote, dikush do fare të merret me Instagram. Pa ka shumë arsye dhe të shkosh dhe të blesh followersa, ndërkohë që ti supozohet që you are living your best life, më duket pak dëshpëruese si lëvizja. E të mërshme, mirë, interesante, shumë, po e ke parë këtë, po do të pyes pas publicitetit. Okej. Më pëlqen shumë kjo. Ka një luftë klikimesh jashtë në heshtje, sepse këtë vit Big Brother i ka 3 këngëtarë që po dominojnë tregun dhe me klikime. Është Egli, është Jozi, është dhe Gjesti që respektivisht brenda një jave kanë nxjerrë të gjithë këngë. Klikime kanë, koncerte kanë, Jozi kishte kënduar mbrëm. Do analizojmë pak të tregun e këngëtarëve të këtij viti të Big Brother VIP Albania 4. Do të flasim gjithashtu me Pamelën për të tjera çështje shumë interesante sociale, por fillimisht shkojmë në pak reklama.